Klubi i boksit Gjakova 137 do të mbajë turneun memorial Xhafer Thaçi i 23 me radhë. Hasan Deda, sekretari i klubit, është shprehur se ky turne ka karakter seleksionues, pas të cilit boksierët e përzgjedhur nga e gjithë Kosova do të marrin pjesë në turneun Adem Jashari. Po ashtu sekretari ka bërë të ditur se do të zhvillohen 10 meçe. Ky turnir gjithmonë e kam theksu, është një filter i para turnirit të Adem Jasharit legjendar që mahet në Prishtinë. Bëhet seleksionimi këtu, po kësaj radhe presin që me pas pak publik më tepër, ka mungesë të aktiviteteve, po megjithatë kanë paraqit kretë klubet e Kosovës me disa junior dhe senior që do të jetë afërsisht shumë ka të interesuar, por na do të përmbledhin si mas trenerit Hajdar Thaçi, diku një 10 meçe do të jenë shumë kvalitative. Sekretari i klubit Deda ka treguar edhe për mbajtjen e turneut në muajin nëntor dhe planet pas zhvillimit të turneut. Kjo është në program, por na zakonisht e mbajmë në muajin nëntor, sepse është memorial. Programi jonë është gjitha klubet dhe antarët e federatës, mas matjes, të gjithë klubet vinë me ne dhe shkojmë në Koshara, vizitojmë Vorrin e Dëshmorit. Turneu memorial në boks Xhafer Thaçi pritet të mbahet të shtunën me datë 29 nëntor.